Jemi rikthyer në studio, po flasim për fushatën elektorale të 14 majit. Analizuam një pjesë, disa nga deklaratat e kryeministrit Rama të bëra gjatë kësaj fushate në nisje. Zoti Saliani, rikthehemi debatit serioz tani. Jo, tani rikthehemi debatit serioz me çështje personale, pra të dalim nga niveli personal. Me qenë se ta ndërpreva fjalën. Isha duke thënë këtë gjë. Shikoj pak dy standardet në komunikim. Kur vjen puna për të diskutuar për kandidatët e Partisë Socialiste, thuhet që po pse duhet të jenë politikisht në rregull ata, mund të jenë administratorë të mirë. Kur vjen puna për kandidatët e opozitës, këta janë të Metës, të Saliu, të këtij, të atij. Pra këta mund të gjykohen politikisht, ndërkohë këta të tjerët janë kandidatë që kanë administruar mirë. Tani këtu ka një gjë, por aq sa I njohim qytetet ne. Cila është puna që ka bërë kryebashkiaja e Durrësit? Cila është për ta përfunduar se kam dorë të rimar fjalët që tha zonja Gjylameti. Unë kam pyetje për qytetarët se u tha, tani do e bëjmë 3 herë ndonjëherë këtë. Po, patjetër. Të bëjmë debat apo jo? Tani, cila është puna që ka bërë Partia Socialiste në Elbasan? Cila është puna që ka bërë Partia Socialiste në Korçë? Cila është puna që ka bërë Partia Socialiste në Kavaj? Kryetarët qyllë të tyre, të emëruar. Qa pune kanë bërë ta që janë administratorët mirë? Qa administrimi kanë bërë? Se disa nga këto bashkit, vetë qeveria I ka shpallur falimentuara, ka dash të caktoj, se di unë vend tjetër, nuk kam dëgjuar, deri më sot, në vend evropian jo njerë, po edhe në botë nuk kam dëgjuar që qeveria vetë, edhe përfaqësuesit që I ka zgjedhur vetë, kërkon të marrë në administrim dhe të caktoj kryetar bashkie të komanduara qeveria për shkak se e kanë çuar në faliment. Pra këta administratorë të mirë nuk janë. Punë të mira nuk kanë bërë, personalitet politik po thuhet që nuk kanë edhe po pranohet edhe nga pala tjetër, por çfarë janë këta? Mos hyn pasaj elementeve që një pjesë e madhe e kryebashkiakëve ka qenë të lidhur drejt për drejt me krimin. 370 zyrtarë të lartë kanë nxjerrë jashtë ligjit dekriminalizimit. Pra për çfarë zgjidheshin këta? Kishin reputacion të mirë, ishin administratorë të mirë, ishin mjek të njohur, ishin kontributor Partinë Socialiste, një pjesë nuk kanë pas as lidhje dhe as nuk kanë me Partinë Socialiste. Njerëz që vinë merren nga jashtë, vetëm për këtë punë, për të kërcënuar votuesit, për të blerë vota, për të intimiduar e kështu me radhë. Pra ne duhet ruajmë një standard. Hajde hym po doni, sipas zonave. Morë Durrësin, hajde ta diskutojmë Durrësin. Po cila është puna? Se diskutimi që u bën publik, e ka bërë, e lexova tek Lapsi, kur po vija, se nuk e kisha ndjekur, dhe ta shikoje pak se si ishte përfaqësuesja e Partisë Socialiste në Durrës. E kemi në fakt, me që jemi në këtë moment. Hajde ta shohim e diskutojmë. Mund ta shohim nëse e kemi, nëse nuk e kemi. Ose mund ta diskutojmë. Atëherë, ka një element ka një kontradikt shumë të thellë ndërmjet asaj që thuhet dhe se si duan që të heqin paralele ndërmjet dy elementeve tërësisht të ndryshëm. Flasim në një anë për pjesën e diskursit politik dhe të elokuencës që ka një kandidat dhe në anën tjetër flasim për kandidatët e koalicionit të cilët janë të mbështetur nga një person I shpallur non grata dhe nga një person tjetër Zoti Saliani tha çfarë punë të mirë ka bërë në Durrës. Jo, po I dalim sepse nga këtu nisi që ne po diskutojmë që okay, nuk din të flasim bukur për çfarë punë kanë bërë. Ndërkohë na gjykojnë këta politikisht. Atëherë, të heqësh të njëjtën, të paktën më sa kuptoj unë, të heqësh të njëjtën paralele ndërmjet nuk flet bukur dhe mbështetet nga non grata, unë besoj që është e gabuar. Kështu që nisi me të parë. Tek e dyta për pjesën e punëve që janë bërë. Tashi po e marr, unë se si Sotiraq Filo ka kërcënuar votuesit nëpërmjet bandave për të arritur që ta bëja të Korçën lule ashtu si kundër është bërë, me një nga modelet më të mira të zhvillimit urban. Do ta vazhdoj me një zhvillimit urban. Qoftë nga pjesa e pazarit në Korçë. E mbarojmë të parë. Vazhdojmë tek pjesa e dytë. Partisë Demokratike pazarit se nuk e di. Parqet që janë bërë në Korçë. Partisë Demokratike kohën e Partisë Demokratike, ka dramat në kohën e Partisë Demokratike. Ma thuaj një gjë çka bërë, sepse nuk e di dhe edhe pazari është realizuar në kohën e Nikos sa për djeni, po është investime dhe projekti i Partisë Demokratike. Nuk e di se si është bërë pazari në kohën e Nikos, se Nikoja ka qenë zëvendëskryeministër ku ka nisur ai pazari. Po them projekti i quar nga Partia Demokratike gjetur financimin nga çka ka bërë ky tjetër. Ke një univers paralel në njerëzit, ma thuaj pak cila është projekti që ka bërë ai bashki, kaq po ma the, i rregull. Se po mora ato që ka bërë PD-ja,
një prej parqeve, qoftë pjesën e parqeve, parku ka 200 vjet aty. Prita mbaroj, po prit më lërë të përfundoj. Po thuaj se ka 200 vjet, ta mos kam shumë. Mbaroj, qoftë pjesën e qendrës së fëmijëve me pjesën e fushave, e keni bërë kohën tuaj. Qëndrën më zotri, qëndrën bashkë me fushat që janë qëndrën zotri, qëndrën ku ka edhe pjesën e kodimit, ka pjesën dhe kurse që ofrohet për fëmi, ja ta mbarojo me parkun që po zhvillohet, me pjesën e asaj që ka në Korçë, që se s'ke qënë të trojnë nga dursit e Korçës. Ndërkota, jo se përmëndi dhe Korçën, e përmëndi dhe Korçën, qëfar është bërë në Korçë. Me pjesën e ofertës turistike që ka, prandaj e them, ka një lloj universiteti paralel që në cilën ekziston zoti Saljani. Vazhdojmë në pjesën tjetër. Edhe me projektin e Partisë Demokratike, a u bë nga PS-ja projekti juaj? Tani ti mos i nxirr gjitha që pas keni bërë probleme se keni bërë. Pazari, projekti lën gati dhe kaq, për çka bërë tjetër. Ti hodhe një sfidë tani. Ore pse është administratori mirë më Me pjesën e pedonazit. Projektin, se ajo ka 100 vjet. Ty të pritën të mbaroje së folurit. Cili është projekti? Projekti është që Bashkia u bë disa vite që është me drejtues të Partisë Socialiste. Kjo është me shembull konkret. Unë këtë do më pëlqen. Zona Gjylameti thot, janë bërë 1, 2, 3, 4 gjëra konkrete. Tani këto jo janë bërë konkrete. Me çfarë kohë Partisë Demokratike zoti Bushati? Hani Pazarit, e dini që është bërë në kohën e Partisë Demokratike. Është hotela ai dhe është i lidhur me ju, po mos i bëni Pazari i vjetër. Dini që është bërë në kohën e Partisë Demokratike. Keni qenë ndonjëherë në kohë në kohë të Partisë Socialiste. Po atë pra këtu jam duke i thënë. Hani Pazarit. Jo, Pazari bashkë me Pazari i vjetër, sa është hotela është. Ndërkohë, vazhdojmë Nuk ke do hotel që quhet Pazari i vjetër, po. Ore po të them nuk ka pjesa tjetër. Tani, unë e thash dhe njëherë nuk merrem dot me këto gjëra, por ndërkohë flasim për pjesën e gjithë qyteteve të tjera. Hajde marrim me radhë pra, me qenë se thatë politikisht. Ti diskutojmë projekt për projekt. Kjo është gjë e mirë. Ta diskutojmë projekt për projekt qytetet. Ju thoni mendimin tuaj. Kur ta pranosh që Pazari i vjetër është bërë në kohën e socialistëve, do vazhdoj të them vetëm projekt, është projekti PD-s, tash e ka bërë ai tjetër. Projekti tjetër se bën, e ka që bëri PS-ja, po hajde. Po çfarë kohë ishte projekti PD-s? Tani, sepse Korça ka sa mandate ka qenë drejtuar nga socialistët. Po do thotë projekti PD-s. Po do them diçka. Partia Demokratike në Korçë po di them. Ka bërë kaldrëmat, ka bërë Ucjencin, ka bërë Unazën, po qytetin me kaldrëma. Ka bërë Unazën e qytetit. Çfarë viti? Çfarë viti? Po më lejmë ta përfundoj. Ja ta përfundoj. Demokratike ka qenë 2005-2013, më thuaj vitin. Po ja u them tani. Nga 2005-a në vitin 2013, me muajt do t'i gjejmë, do t'ja u sjellim ju muajt kur janë konkret, Partia Demokratike për Korçën ka bërë rrugën e Elbasanit që shërben asaj, tunelin. Korçë Pogradec, rrugën nga fillimi në fund. Korçë Pogradec. Korçë Pogradec është bërë nga Partia Demokratike. Po. Korçë Pogradec është rrugë bërë totalisht nga kohën e Partisë Demokratike. Duket që keni univers paralel që jetoni. Shikoni vitin që të bërë. Shikoni vitin do ta shikosh që e duke gabuar. Këndej 2 muaj aty nuk e di ngatron rrugën. Ajo që ka përfunduar PS-ja është Lin Pogradec, është tjetër ajo. Po patjetër Korçë Pogradec kur është vitin 2006-2007 është investimi i Partisë Demokratike. Dhe çfarë pjesë ka bërë? Çfarë pjesë ka bërë Korçë Pogradec? Unë them Korçë Pogradec, kjo thotë çfarë pjesë ka bërë. Nga qaf Ploça deri Kapshtic. Po them për Korçën, plotësisht është rrugë e re, nuk e qen atëherë. Se Pogradecin nga e nis zotrote, se po thon Korçë Pogradec dhe nga qaf Ploça thot për Kapshtic. Ndaj rrugët, se ndoshta atëherë një lloj konfuzioni. Po them edhe një herë tjetër. Prit më t'ja shpjegoj se ka qenë aty deputete për ta kuptuar. Rrugën Lin Pogradec. Patjetër që kanë qenë deputete dhe arritat marrë gjitha mandatet që duhet merja. Ndërkohë juve humbët me sukses, sikundër do humbasësh dhe kësaj rrade. Ke humbur dhe do humbasësh me sukses. Po, dhe kishit atë përplasje me njëri tjetrin dhe këtë. Jo që shpranon dhe kryetari i partisë atje dhe erdhe te kata. Jo si ju, që patët përplasje gati me shef. Jo si ju, që kryetari i bashkisë dhe kryetari i partisë kishte e tjetër, ty të vinin drejtuesit e partisë njërë cako. A mund që drojnë të projektet, se unë që drojnë të
element shumë të bukur. Ju humbat e ne fituam. Kjo është diferenca. Dalim nga ky debat. Po ta përfundoj se dalim nga ky, ti them projekte tu na dëgjoj njerëzit. Jo, vitin. Dhe pastaj njerëzit e gjykojnë. Partia Demokratike e Shqipërisë po ashtu ka bërë rrugën që lidh Unaz nga kthesa ku shkon për Podgorie, po ashtu deri në cep. Po kur e keni patur bashkinë juve në Korçë? E ka fjallën për investimet të qeverisë. Po se po flasi për zgjidhje lokale dhe çfarë kanë bërë? Atë zoti Bushati tha që të flasi për gjëra konkrete se çfarë kanë bërë këta kryebashkia për të qenë të mbështetur ose të vetbesuar, të votbesuar nga qytetarët. Tani e kthejmë se çfarë ka bërë Partia Demokratike. Çfarë ka bërë Partia Demokratike kemi parë se çdo rrugë që ka nisur përmendi Durrësi zoti Saliani, pastaj ka vinte Durrësi apo do të Jo, thuaj me vite sepse dua ti dëgjoj kur e keni patur bashkinë në Korçë, që pas keni bërë këto projekte. Nga Korça, Saliani, dil nga Korça se me sa duke të shumë. Po ma thuaj, çfarë viti ke bërë? 2003-shin e ka pas Po sa vite ka Korça? Në 2003-shin i ke bërë këto kaldrëmet? Në 2003-shin i ke bërë kaldrëmet? Shikoj që te shpjegoj. Jo, tani duhet ta diu, në 2003-shin i ke bërë kaldrëmet. Nga trona rrugën Lind Pogradec. Në 2003-shin i ke bërë kaldrëmet. Çfarë viti? Që janë garantuar nga ish ministri financave të Partisë Demokratike dhe është investim i qeverisë. Po për bashkinë apo flasim për qeverisë? Të fillojmë me qeverisë. Çka ka bërë? Po bashkia s'ka bërë gjë më zotrin. Në territorin e bashkisë socialiste çka bërë? Çka bërë? Ku ka bërë gjë tjetër profesor? Po janë me projekte zoti Bushati. Projekte që kanë cili është projekti të cilat. Po më thoni projektin që ka bërë Covid. Ana Labarin. Shkoj Ermiana gjujti ku ka në Alabar rrugëve, apo e soli Vučići. Nuk flasë për projekte strategjike. Nuk tha shumë. Nuk fola për projekte strategjike këtu. Asu nuk u përmend porti anti-secilitet e Cilat janë projektet në Durrës? Në Durrës, cili është projekti? Që kandidatja, po cilat do të gjesh kandidaten, jo Lungomare e Vlorës është e Lelit apo është e shefit? Tani më vjen. Tu i ka vizatuar Rama çdo qendër qyteti. Zoti Bushati ka një element, ju përmendët pak më parë, thatë si do shkojnë kandidatët për sa kohë, mirë elokuent që janë, po punët që kanë bërë. Unë po flisja për punët që kanë bërë kryetarët e bashkive. Dhe më pas zoti Saliani kaloi se çka bërë Partia Demokratike në periudhën që ka qenë në qeveri. Më pas më përmendi Korçën dhe po flisim për Korçën ndërkohë kur i përmend 2003-shin që më thotë kemi patur bashki, unë nuk di ti janë bërë kaldrëmet e Korçës në 2003-shin. Unë ta thash se këtë e kam bindje. Unë me faktet nuk luaj. Dhe të dhash të drejtë për që pazari, si që mbaj mëntun, është bërë në kohë të PS-s. Por unë nuk besoj që bashkit që kemi ne janë në gjendje të bëjnë projekte si pazari. Ka patur një. To janë projekte madhore të qeverive qendrore. Dhe impakti mbi një qytet, kur e masim e krahasojmë çka bërë non-grata dhe çka bërë Manici Parisi. Atëherë, kemi një projekt, ke patur një program që në 2013 dhe më pas në 2015 filloi që të merrte jetë, që ishte i rilindjes urbane, që ka të bëjë me një program të qeverisë, nga të cilën kryetarët e bashkive aplikonin me projekte të caktuara përveç atyre që ishin projekte strategjike dhe mbështeteshin me fonde nga qeveria shqiptare apo dilte garant qeveria shqiptare projektin dhe investitorin ja caktonte Rama apo në investime. Kryebashkia të dritë rilindje urbane është projekti qeverisë apo është projekti bashkive? Të flasim sot për punë konkrete, rilindjen urbane. Ky është vetëm këtë kanë bërë. Ne po flasim për punë konkrete. Tani diskutojmë se çfarë është bërë. Mund tani jam ose e bindur që mund të nisim dhe të flasim. O të mbrojnë kohë nëse me mbi vendosje tani s'ka sens. Po mirë, ti them unë mbi dhe pastaj ti thot, rilindja urbana është i vetmi projekt që krenohet qeveria, që s'është e bashkive. Pra çdo bashki sot ka nga i shesh uniform me ca pllaka gur gur Berati më duket se quhen. Po pyeti njëra ata qytetarët atje. Si duket? I duket një shesh kështu me ca pllaka, apo ka ndryshuar rëndësisht dhe ka zhvilluar ato bizneset e zonës atje. Është rritur dhe qytetar. Ishte më mirë, duhet të ishte më bukur. Qytetarët po ikin nga qytetet e vogla. O ikin në Londër, o maksimumi mblidhen kryeqytet. Pra, efekti i politikave të rilindjes
në rrethet e mesme dhe të vogla, është në arratisja. qytetat italiane rilindja është, Andi? Në qytetat italiane rilindja është, në qytetat amerikane rilindja. Fakti që njerëzit nga qytetat e vogla nuk ka lidhje me qeverisjen e një vendi apo të një tjetri. Ikin nga qytetat italiane, ikin nga qytetat amerikane, është gjë më se normale. Varet nga ritmi. Dhe fakti, dhe përderisa po thua, i dashur, përderisa po thua që një pjesë të vinë në Tiranë, ku prap është kjo qeverisje që ty nuk të pëlqen, paka shumë kundërshton argumentin tënde, që se prap Tiranë po të vinë, e the dhe veçës po ikin gjithë. Por nga qytetat e vogla ikin në çdo vend të botës. Zonjë, po të marr një gjë, po e rifuse edhe njëherë në Shina. Një projekt ka që mund diskutohet pro kundër. Që është projekti rilindjes urbane, që është projekti i qeverisë që krenohet qeveria. Të cilët këta, të Partisë Socialiste thonë, ne kemi bërë rilindjen urbane me këto shesha. Shumë qytetarë tjerë, kryetar bashkie, me që se po flasim për administrimin edhe pse kishte lidhje qeveria dhe jo bashkit, dhe pse si janë administratorë të mirë, thonë që përpara se ti vendosësh këto gurët këtu, ku ka sheshe, se kam pas sheshe qytetet, nuk erdhën këta sollën qytetrimin. Para se të vendosë këto gurët këtu që bën miliona euro, ne kemi nevojë për prioritet ujësjellsin, kemi nevojë të vijë rruga këtu, kemi nevojë të ketë kanal të ujrave të zeza, kemi nevojë të kemi varreza, se ka qytete që nuk kanë varreza. Pra këtu ka të bëjë administrimi i kryebashkiakut si administratori mirë apo i keq. Dhe në këto projekte hajde diskutojmë me radhë qytetet. Që marrë këto. Ska pasur as ujësjellës. Bashkisë së Tiranës dhe ujësjellsi është gjithë dhe Astiri e ka pasur ujësjellës. E ka patur, patjetër, ka patur. Tani, vim i marri me radhë. Në teori godi, se në praktika Bashkia Durrës. Ja pra me që më qëndurës, merë shumë durës, një moment. Me pushe dhe kompanive private. Tani, kur s'kej mendim tëndin, merresh me qathot tjetëri. Ta themu dhe mësaj vazhdojnë, se nuk du vetëm Nëse s'do kisha ndërhyrë ku po ktheja përgjigje, edhe mund të kisha lënë. Po marr Durrësin. Me qenë se Shkatrim dhe ndërtim vetëm betonizimi gjithë qytetet. Shkatrimi gjithë siteve arkeologjike, komplet. Shkatrimi Durrësit vjetër. Një, jo për mua, po për çdo qytetar një shëmtie atje që doli komplet jashtë funksionet që quhet Veliera. Po, komplet. Një skandal me menaxhimin e fondeve të rindërtimit. Përqendrim vetëm te disa të Partisë Socialiste dhe duke i lënë gjithë njerëzit i keni parë se si bëhet radha atje me nga 300 veta. Dakord? Projekt që të ketë ajo bashki nuk di unë, nuk di njerëzit. Ndërkohë që qeveriset nga PS-ja që qarë vitin 2000. Po, ka qënë vitin 2003. Tani qënë vitin 2000 që qeveriset nga PS-ja. Vim në Elbasan. Të shkosh në Elbasan, sa ty është në hyrje të qytetit, është qyteti për mua nga më të prapa mbeturit. As bulevard, as rrugë, periferit kur ikën, mjafton t'ikësh, besoj kur ikni për Korçë, shikoni se si janë të braktisura totalisht. Fshatrat e Elbasanit, shkoni për aty ku kanë zona turistike, në Gjinar, në Labinot. Mbase do na dalë dhe Berati pa pedonale. Nuk ka rrugë fare. E kupton? Vim në ku doni, Kavaj. E falimentuar për qeverin, asnjë investim, të vetmet investime që ka prek qyteti, me qenë se thot ky, jo po të vit mbrapa, rrugët e asfaltuara në përgjësitë administrative i ka bërë PD-ja. Kohën e qeverisjes PD-s. Të gjitha, hyrjen e qytetit PD-ja, investimet PD-ja, Sheshin PD-ja, lungomaren në të gjithë pjesën, lungomare që në pjesën e Golemit dhe më tutje PD-ja, depurimi për urat e zeza PD-ja. Do vazhdojmë akoma, se kemi ende për të folur. Po do të them mu se që ore, kur e thash në fillim, je në një univers paralel, je në një univers paralel. Të na dëgjojnë njerëzit se ku është universi dhe kush është në ajër. Tani këtu ka një gjë, Lungomare me qenë se përmendi, Lungomaria e bërë në Golem. E bërë me fondet, e bërë kur kryetar bashkie ishte që ta di, kur ishte kryetari i Partisë Demokratike, që ishte dhe kryebashkiak i Kavajës, e bërë për shkak të bllokimit të qeverisë me fonde edhe depurimin e bëri përsëri ai. Edhe depurimin ai e ka bërë. E bërë me qenë se e the nga fondet private të investitorëve që janë në breg. Por çka ka bërë Partia Socialiste? Vajte se ky është debati, se po merremi me ore. Ty gjym. Ora hajde më ja merremi konkret. Partia Socialiste nuk ka bërë asgjë sipas teje. Partia Socialiste është shumë e lezetshme. Ervin, nuk votojmë, vjen dhe vota. Përgjigje me fjalët tua. Ore lera më thoni projektin, lere me to se retorik, nuk do të merret retorik. Projekte çka më mua pëlqen përgjigje.
Të na dëgjoj njerëz. Unë kam të drejtën konkret. Të lutem, mund të marrësh dhe ca minuta dhe pastaj na japësh kohën tonë. Ja të përgjigjesh. Tani, Partia Socialiste, sipas këtyre diskutimeve, nuk ka bërë asgjë dhe i ka bërë shtrenjtë. I ka bërë dhe keq. Nuk ka bërë asnjë gjë, po gjërat që ka bërë, i ka bërë sa frengu pulën, do thoshte Ervini. Kështu që këtu ka një diçka që nuk shkon. Pra, ose nuk ka bërë, ose diskuton për kostot që me sa di unë janë me manuale, me indekse. Hym në një qytet si Elbasani, protesta Ervinit, ndoshta me të drejtë, sepse nuk është se kam parë me atë sy, është Mungoka, po ta thoshte dikush nga PS-ja, Mungoka rilindja urbane, por që nuk më rezulton gjithsesi. Mungoj rrugët, thot. Ndërsa atje ka bulevard. Se kjo është politika e bukur. Të gjithë ne që kemi qenë në Elbasan e dim që ka bulevard Elbasani. Ndoshta s'ka kaluar ndonjëherë aty. Ndërsa në vend, edhe unë kam shëtitur në një tip pedonale në Elbasan, vetëm se njoh mi qytetin dhe s'mund të kisha ardhur mos gaboja, afër Kalas Elbasanit. Tani, ndërsa në qytetet ku është bërë rilindja urbane, kemi kritika të tjera. është bërë e katapultuar nga qeveria. Tani, a duhet krenohemi me një investime në çdo qytet. Qenë se thua projekti rilindjes urbane. Kur të mbarosh do pres të marr kohën time. Vlen për ty apo jo? Kur të marr kohën time. Çfarë do të thonë shkutim vlen për? Ora Lungomarja është pjesë e projektit të rilindjes urbane. Vlen Lungomarja Vlora. Se do vazhdoj kështu. Ja, një moment. Ka një monolog. Vlen për ty Unë them që janë më mirë kioskat që ishin. Ke shumë të drejtë. Mirë, mos e kjo është ide. Po kjo është klas parë. Vlen Lungomarja apo jo? Pyetja është kjo. Sepse për ty. Po bëjmë diskutim politik. Diskutimi politik është ky. O zotri Lungomarja. Është tjetër gjë. Jo, politikisht apo estetikisht. Politikisht pra Vlen Lungomarja apo jo? Ervin, Lungomarja nuk është vetëm ajo që ty mbasë të pëlqen estetikisht. Po të the përgjigje pra. Pëlqen apo jo, më kaq ka. Mua më pëlqen se janë më ato kioska që sishin. Po mirë, më prit se do të bie dakord. Prit më një sekond më zotri, se të bie dakord me ty. Këtu ku ka Lungomara dhe ku i pëlqen zotit Zyla, që sa më kjo çfarë mendoj unë. Tani ti mund do të përgjigjesh si do ti. Po bie dakord me ty, po prit më lart apo mendoj. Nuk ka mendim estetik. Ka një rilindje urbane dhe ka një investim të bërë nga një administrator i bashkisë sipas këtyre, që është i mirë, që është vetëm shembull që po japin pozitiv. E morën e degdisën ata. Po ka mendim kritik pra, a ishe për parti me mendime kritike. Pra i vetëmi kryetar bashkie sipas këtyre që vlen. Ku ta mbaroj zoti Sajani monologun? Ishte shumë i dobët. Ishte kurth shumë i dobët. Pra ti ta them unë ty, në qoftë se kemi një bashki kaq të suksesshme sa po thua ti si Vlora. Dhe ky kryetar bashkie, po pra po të përgjigjesëm pra, nuk ja njohën. Do ta dëgjosh se s'mund të bësh pyetje të tillësh. Ja det i ka bërë Rama apo mos flisni për këtë ditë zit që rrin. Po mirë, ti përgjigje me Ervinin me qenë se bëri pyetje konkrete. Tani, ke të bësh me një bashki ku pranove dhe vetë që janë bërë punë dhe pse që nga pse është më njanuar politikisht kryetari i bashkisë, nuk të intereson si argument sepse i bie që pas ka më mirë. Pra edhe ky që ka punuar kaq shumë, ai thotë, unë do sill dikë tjetër që do punoj më tepër. Ka një element. Jo zëri Gjylameti, jo meqense po mund të kthej një përgjigje sepse ka filluar një monolog, një hedhje. Kaloj nga i dekte dega tjetër, nga i dekte dega asaj pemës së tharë. Edhe mendoj që do na mbajë dega, nuk mbajnë ato deg të thara. Është e njëjta deg jemi. Në shumë bashki, mazhoranca Partia Socialiste i qeverisë për disa mandate. Shkruaj thatë vetë 2-3 mandate. Ka bashki që në vitin 2000-2003 që i qeverisë PS-ja. Kur ju thoni jo më mbrapa, po vetëm përpara, kur thoni mbrapa, çfarë keni parasysh? Vitin 97? Po përpara për çfarë keni? Ja një moment. Meqense qeverisët nga PS-ja them pra. Ka të bëjë me atë çfarë duhet vijuar më tutje për të përmbushur gjithë ato që janë pritshmërinë e qytetarëve. Duke nisur qoftë me elementet se si duhet bëjmë që të krijosh gjitha standardet që gjithkush të vendosi të jetojë në Shqipëri, se largimi apo jo ka të bëjë me atë çfarë është zgjedhja individuale, por që standardet e jetesës duhet të jenë mirat për të jetuar në Shqipëri, kjo është detyrë e qeverisë. Kështu që duke nisur nga ky element, qoftë pjesa e rilindjes urbane, që ka të bëjë me një program të qeverisës me të cilën e kemi ardhur në pushtet, ka qenë program elektorale më pas program qeverisës, kishte të bënte me zhvillim, me ndërtimin e qendrave të qytetit si qendra të zhvillimit urban dhe ekonomik.
Pra, në këta aspekt, jo vetëm me atë pjesën çfarë sheshi, se unë e kuptoj që e bukra ju vret syt, ishin mësuar më mirë me ato. Kioska shëmtira, fasada të rëna, ujërat e bardha dhe xeza mes të qendrës së qytetit. Shikonim që çfarëdo që të bënë kishin të copëzuar në ato ish komuna, duke fryrë atë administratën në skandaloze, për të arritur që thjesht merrin ca vota më shumë, dhe ndërkohë kjo gjë ju vret syt. Po sot në 61 bashkit, përveç asaj të Shkodrës që u kërkua disa herë bashkëpunimi, po kryetarja aso kohë nuk ju e mbani mend se keni nxjerrë dhe në media të gjithë debatet që kanë patur për disa projekte të rëndësishme të Shkodrës që nuk u realizuan kur. Atëherë të gjitha këto qytete sot kanë identitetin e tyre, kanë qoftë pjesën e qendrës së qytetit, qoftë pjesën e zhvillimit të gjitha bizneseve që lidhen me ato bizneset lokale. Këtë shikon që nga pjesa e rrugëve hyrëse dhe dalëse të gjitha qyteteve, dhe po ashtu në ato që janë standardet bazë, që ka të bëjë me ujësjellsat, që ka të bëjë me ujërat e bardha dhe xeza, me gjitha ato kushte që janë konkrete ta mbaroj që ka të bëjë me pjesën e standardeve bazë që duhet të krijosh për të arritur që të kesh zhvillimin e një sektori të rëndësishëm si kundër turizmi. Numrat e turistëve tregojnë një tjetër element që ka të bëjë me rezultatin në këto pjesë të këtyre politikave. Pastaj ne flasim për pjesën se si. Tani, të ndërtosh qendra shëndetësore në për fshatra, në për këto bashki, pjesën e shkollave, pjesën e kopshteve, të qendreve. Po boshatisa po mbyllen pjesa më e madhe. Po si po mbyllen pjesa më e madhe? Ku po mbyllen pjesa më e madhe? Në Korçë kemi transmetuar ne, edhe në Elbasan kemi patur kronika. Në fshatra të thellë, jo në qytete. Po flasim në ato që ka një zhvendosje të qytetarëve nga zonat më të thella. Po pjesë bashkive janë dhe fshatra. Po pra dhe janë kthyer në ato që janë më pjesë më afër qytetit. Po kjo nuk ka të bëjë me atë pjesën që nuk krijohen standardet. Të flasësh sot që ka rënë standardi jetesës, flasësh sot që kanë rënë rrogat, flasësh sot që largimet, është që të jetosh në një univers paralel, që Shqipëria ka vështirësi, patjetër që ka. Jemi një ekonomi e vogël, por ama tregojnë të gjitha të dhënat që jemi duke ecur në rrugën e duhur. Dhe kur thatë atë pyetja përse përpara, pra ku doni përpara dhe jo mbrapa. Çfarë quani përpara dhe mbrapa, ku ti referoheni se i keni qeverisur ju këto bashki? Kjo është ide. Ke disa modele që i kanë patur që mund të krijonin modelin e tyre, për të kuptuar se si mund të drejtoheshin ose menaxhoheshin apo administroheshin këto bashki nga ata që kanë qenë PD-s. Mjafton të shikojmë se çfarë ka qenë Kamza kur ishte PD-ja, mund vijojmë të përmendim pafundësisht qytet, po mos shkonim tuti, shiko Tropojën. E keni patur, më thuaj çfarë kanë bërë në Tropoj, ku hera e parë Partia Socialiste ka qenë 2019-ën. Më thon çfarë kanë bërë, nëse kanë vendosur një tull në Tropoj. Unë kam vajtur në Tropoj për herë të parë në jetën time, ka qenë viti 2014. Ishte koha e realizmit socialist kishte ngel Tropoja. Ndërkohë shkoni sot në Tropoj për të parë se çfarë ka bërë në Tropoj kandidati jon kryetari në këto 4 vite. Mjafton, është një shembull për të kuptuar pse nuk duhet të shkojmë pas. Prandaj nuk duhet të shkojmë pas. Pastaj përmendi, po të shkosh mund ta kuptosh dhe madje të ftoj të shkojmë bashkë për të kuptuar se ç'do të thotë kur merret një bashki nga socialistët dhe kur bashkëpunon nëpërmjet projekteve që nuk janë thjesht projekte elektorale, po janë që projekte të cilët nxisin zhvillimin ekonomik të zonës dhe bëjnë që të mos largojnë ata qytetarët, po të kenë mundësi punësimi. Ne flasim çfarë është bërë në Durrës. Mjafton Erla çfarë është bërë në Durrës. Jo vetëm pjesën e asaj çfarë ka të bëjë me depurimin e ujrave të bardha të zeza, nuk ka të bëjë vetëm pjesën me çfarë është uji që standarditese, në pjesën e investimeve në energji, se flasim tani, ne flasim për turizëm. Po e kishin lënë energjinë elektrike në kohën e Enderit. Nuk kishin bërë asnjë investim. Dhe ndërkohë prisnin turistë, çfarë turistët? Po ja pra të gjitha këto që janë parakushte, ndërkohë bashkia ka të bëjë me ato që janë elementet bazike që bëjnë ose pjesa e infrastrukturës rurale apo edhe urbane, ose në pjesën aty që janë mirëmbajtja apo investimet e tjera që kanë bënë me projekte. Ela të lutem një gjë. Këngët tallava dhe dëgjohen. Retorika tallava nuk dëgjohet. A kemi një gjë konkrete, kemi debat konkret apo jo? Të gjitha këto që tani nëse kemi debat, u them gjëra konkrete, ju thoni retorik. Energjinë elektrike, kohën kur erdhi Partia Demokratike në 2005, njerëzit mbajnë mend generatorët. 2005-2013 kishte energji turët. Po të flasim ose më larg ka shkuar më keq Shqipëria përpara ku? Përpara drejt Grelinës, përpara drejt Tripolit në për makina, përpara drejt Kallashit në për bare dhe restorante, përpara drejt kanabizimit të vendit, përpara drejt shkatrimit ekonomisë, përpara drejt largimit shqiptarëve, 700.000 shqiptarëve, përpara drejt vrasjeve. Mozarti po na flet. Patjetër, kjo është Mozart politika, jo është tallava politike, se tallavaja me muzikë ngjohet. Ka gjë diskutimi. Materiali.
Sigur të ishin njerëz që dëgjojnë gjithë ditën Beethovenin, hajde se doja falja. Po janë ata që dëgjojnë gjithë ditën Saliun me Ilirin. Të qeshim pak edhe në tjerët, mos qeshi vetëm Lali. Kështu ndërpre kronika. Okej, zoti Bushati, pse nuk bën zoti Rama pra asnjë bilanc, nga këto që po përmend edhe zonja Gjylameti. Dhe duket këtë shfaqje ofron pra në vend të bilancit në një farë mënyrë. Unë jam e Ramës, jam e zonjë Gjylameti. Okej. Pra, sepse çdo përpjekje për të bërë sikur ka fushat që po konkurohet me projekte, është e kotë kur zgjedhjet I ka mbyllur zotnia atje lart. Edhe tallavaja që thoni ju. Bëj vetes një pyetje thjesht. Pse kur nuk kishte gjitha pushtetet, kur këte ishte Nano, këte ishte Meta, përballë që Berisha, këte avokat Ngjela, Rama u mundua t'i flasi tiransve me doktor Florin e Ndjerë. Pra, kur ke nevoj për vota, ti do t'jesh dhe modern dhe I qytetëruar, kur vota ti vjedh me banda, kur fut ata të ardi veliut si në Elbasan për të blerë votat, tallava bëhe dha se rezultati dihet. Nuk të duket modern këtu, nuk të duket sikur po I përshtatet në një farë mënyrë. Asaj çka njerëzit. Ty të duket si kafe I sfondi I emisionit? Përgjigjesh do të përshtup, se ç'a pyetje më bën, nuk duket modern. Do me thënë, edhe vetë zgjedhja e këngës të fushatës, krahaso vitin 2000, krahaso me këtë. Pse? Sepse Rama në vitin 2000 ishte një politikant që për të fituar vota, kishte nevojë të jepte maksimumin e vetë. Sot nuk I duhet as ky debati që bëjmë ne këtu, kush ka projektin më të mirë, kush ka, sepse e ka mbyllur zgjedhjen. Nuk ta përmenda më kot atë, ka vënë gjithë trupën zgjedhore, gjithë gjykatat ta zgjedhsojnë opozitën. Këtej ka banditët, këtej ka oligarkët, shif mediat, shif çfarë po të bëjnë. Ti ke një televizion që sa herë jemi grirë në për studio, News 24-s, që I ka shëmbur gjysmat e pronave dhe I ka gjobit gjysmat e pronave Edi Rama. Ndërpret 15 herë në ditë programin, kur sa herë sjell Erion Velia I kasetën e gatshme. Dhe nuk transmeton fajin. E ka fajin Rama për këtë tani? E kanë fajin parat që paguen, e ka fajin për çudnimi sistemi demokratik. Prandaj po të them dhe të flasësh tani si po bën fushat, ç'a projekti ka, ç'a këngë zgjodhi, është një debat absurd, sepse debati real I këtyre zgjedhjeve është një debat. Sa mundësi ka gjithë secilit konkuroj, dhe partia Salianit, dhe partia Arlind Qorit, dhe partia Endrit Shabanit. Kanë zero mundësit konkurojnë, se I ka mbyll ai me mjete ekstra elektorale. Salianit, pse nuk është debat absurd? E di pse nuk është debat absurd edhe vlen, për të kuptuar edhe qytetarët që ndjekin, sepse ky është një proces, pra betejë për votën, është proces. Nuk ndodh për një ditë. Apo jo. Jemi në këto kushte ku ne themi që Partia Socialiste, të gjitha këto, për mua edhe ky diskutimi për këngën e vet është drejtë e Partisë Socialiste mund ta zgjidh si doj, ta mendoj si doj. Gjithë debati që bëhet për tallava jo tallava, është prapë një truk tjetër në komunikim që të zhvendoset gjithë vëmendja e publikut nga problemet reale të njerëzve, të diskutojnë për shihet e Ramës, që pse ndryshoi Rama shije nga doktor Flori, nga një tekst tek Tirana nga një tekst I mirë, te një tekst ta hongsha zemrën, ta bofsha këta ku di unë se ç'a thot ajo. Pra, në këtë sens, kjo është... Se kur përdor Roki bie që do ishte vëmendje nga shpallja e padëshiruar nga SBA-ja, ç'është argument se po patë slogan fushate. Kjo është një element tjetër komunikativ I tij për zhvendosur vëmendjen. Nuk ka gjëra konkrete, nuk ka bilanc, nuk ka ç'a thot as përfaqësuesit e Partisë Socialiste, nuk kanë ç'a thon kur vjen çështja për po as nuk I duhet. Dhe pse duhet ky debati që njerëzit të kuptojnë, ta kuptojnë thelbësisht korrupsionin që thot Bushati, pra nga burojnë parat e qeverisë, nga korrupsioni.
pse nuk bëjnë projekte, po janë të interesuar vetëm me tallava, sepse votat jo marrin këta që janë të fortë. Pse i intereson më shumë të bëjë një rrugë 20 milion euro dhe të ketë korrupsion, 20 milion euro kilometre, se sa të bëjë një rrugë me standarda dhe me çmim më të mirë, që ti bind qytetarët që këta punojnë më mirë. Sepse nuk i intereson në fund të ditës e ka mbyllur, nëse do të kishte treg politik, nëse do të kishte zgjedhje të lira dhe të ndershme, do të fitonte ai që bën ofertën më të mirë, ai që është administrator më i mirë, ai që ka projekte më të mira, ai që takon shumë qytetarët, ai që përfaqësohet me më shumë kapacitete lokale apo personalitete të zonës e kështu me radhë. Këtu jemi kushtet, po jo, nuk është se është mbyllur, sepse njerëzit dëgjojnë, mjafton edhe përditshëm dëgjojnë, dhe dëgjojnë të gjë. Nëse bëhet një, po themi, shumë si njerëzit, masivitet njerëzish që dalin dhe votojnë, që nuk dalin sot edhe për shkak të debatit impostuar në media, për shkak të këtyre, që për tallavaz del njeri, do thotë që më duhet mua i pëlqenin apo si pëlqen Ramës tallavaja. Po të ketë debat real për pagat, për çmimet, për diskutimet e tjera. Se s'ke opozitën që këta kanë bërë më vull. Ka gjë, komunistoj ditë tjetër. Këtu jemi në këtë kohën elektorale, na kanë fuqitë në absurd. Nuk e bëjmë dot në emisionet atë prerjen me fikë. Po t'i kthehemi këtyre atë koca nëse mundem. Nëse pavarësisht kryesore sepse vendoset debati. Pra ti e quan trup pra për pavarësisht se çfarë lloji muzike do ishte një himn fushate, qoftë i opozitës apo i shumicës, gjithmonë do kishte grupe njerëzish që do thoshin që mund të thoshin me saktësi që nuk është lloji muzikës që dëgjoj unë. Po të ishte muzikë klasike, do të dilnin shumë njerëz, besoj të thoshin që kjo s'është zgjedhja ime muzikore, po të ishte rock, do dilnin disa tjerë, do thoshin kjo s'është zgjedhja ime. Është pra një lloj muzike që një pjesë e njerëzve, sidomos lloji ynë që jemi në studio, themi që s'është lloji muzike dhe ame, nuk ka ndonjë gjë të keqe. Nuk e transmetova për arsyen e shijes, pra, çështje tallavaje. Unë e kam në sensin që mos ndoshta po përdor këto truqe, jo kënga, jo veshjet, ta bëjmë të pyetje, me që se po bëm të pyetje kaq të sinqertë. Kush më Erla, më i se Sali Berisha. Me Ilir Metën, me Ilir Metën është më i vjetër se Sali Berisha. Çfarë ndryshimi ka? Shumë i vjetër si në. Po Erla, me që se po bëm të pyetje. Po dëgjoj zgjuar komplet. A mund të përgjigjem? Po patjetër. Jo pra, unë jam kurioz. Tani, ke edhe një pyetje për himnin e opozitës, si të më thuash se çfarë po përpiqet, nga çfarë po përpiqet ta heq opozita. Ja ta dëgjoj Saliani pjesën për opozitë. Jo, ti po pyet tani që ka një himn Partia Socialiste, ti po pyet nga çfarë kërkon ta heqë vëmendje. Tani po të them. Atë e tha zoti Saliani, kurse unë e quaj si një lloj strategjie për veten time, për të dukur më trendi, më i ri, ndërkohë që nuk e pash me që pas zoti Saliani burimin e mendimit. Është më i vjetër se Ilir Meta në moshë dhe politik. Kemi të njëjtin kuriozitet se çfarë, meqense edhe Partia Demokratike ka një himn fushate dhe është rock, është ndoshta me personalisht e dëgjoj më shpesh mbase muzikën rock. Por, a kemi dhe këtu një përpjekje për të fshehur ndonjë gjë nga ana e opozitës, pa përfshin edhe ju faktin që zoti Berisha është i padëshiruar nga Shtetet e Bashkuara? Pra, nëse do bëjmë të argument që të shkosh nga një fushat, nga një fushat që ka një himn, nga një fushat që ka një himn, qoftë e juaja, Ervin, qoftë e juaja, qoftë e kundërshtarit tuaj, të vesh nga kjo të tuaj që po fsheh kështu. Jo, pa ajta qëjmë si provë, pra unë të ta qëjmë si provë në gjukatë, se unë mendoj që kjo këngë realisht të vonë shumë afera korruptive. Që është kjo argument tani kapi me argument, dorëzohem, kapi. Këto në përgjithësi, të kalamajt e kopshtit, ku bëhet diskutim, thonë që po çfarë lidhje ka kjo me argumentin e çmimit të sheqerit. Është argumenti yt. Se çfarë lidhje ka? Unë po them që fokusi real në këto zgjedhje, si në çdo zgjedhje, duhet të jetë se çfarë i përmirësohet jeta qytetarit, se si i përmirësohen shërbimet, se cilat janë projektet konkrete. Unë këtë po përpiqem. Po kush të kundërshtonte? Po ti po thua që kënga tregon të kundërshton. Jo, nis nga pyetja ime pra. Nuk po dëgjojmë bilance dhe nga ana e kryeministrit, po kjo është retorika. Është drejtë po se bëj çfarë dojmë. Po jo mos e tha që biles Ela e çoj si pyetje këtej. Tha kjo tha e ka zgjedhur Rama, tha që të merrem me këtë, tha se doshin mos merrem me 1-2-5. Po jo pra kjo është. Mesa duhet. Shiko, Andi, kjo çështja e hajde themi gjëra ashtu se s'ka lidhje, kemi çuar kandidati i forcës politike që përfaqëson zoti Saliani këtu, thotë që ne do ja bëjmë abonet, do bëjmë atë autobusin falas dhe u flas studentëve, thotë që ta kenë autobusin falas, ndërkohë që studentët e kanë.
Kemi ca argumente, ndërkohë që thot vetë që aboneja është 16.000 lekë të vjetra, thot do të kursej njerëzve 52.000 lekë në muaj. Si do t'i kursesh? Andit lutem, më ndish, sepse jam shumë kurioz çfarë mendon. Si mund t'i kursesh njerëzve 52.000 lekë të vjetra, kur aboneja kushton 16 vjet? Kjo prap do vazhdoj prap si atje. Kjo është op këtu, op atje, atje bëj një ve. Po jo më flasim për çfarë duash ti. Caktohet ti, nuk caktohet ti argumente, caktohet. Jo, po kjo është akuzë pa lidhje. Caktohet ti argumente. Është kështu op këtu, op atje, atje. Po Andi po thot që ajtë s'ka gjë se kjo s'ka rëndësi, po tani, po arrim në ca absurde që tuen, edhe ajtë s'ka problem sepse kaluam në argument tjetër, që nuk ka një përgjegjësi minimale për argumente politike që përdoren. Si mund t'i thuash ti studentëve? Nuk jam... Jo, e kuptove ku e kam apo, s'mund t'i thuash studentëve do ta keni falas kur e kanë, do më thënë s'mund tallesh me njerëzit kështu. E vetmja vrejtje nuk është kjo që kam për fushatën e Këlliçit. Fushata e Këlliçit ka problem... Se ty nuk të bezdisin koherenca? Se të inkoherenca e kamu, nuk e kam të gjëra konkrete. Mua më bezdis inkoherencë shumë e madhe. Fushata e Këlliçit ka problem. Fushata e Këlliçit është fushat prej administratori. Këtu nuk ka problem administrimi qyteti. Këtu ka problem vrasje demokracie në këtë vend. Dhe të merresh me çmimin e autobusit, kur po zhduket demokracia, për mua më duket pak absurde. Pra, këtu e gjithë beteja duhet t'ishte e fokusuar ke vota, ke vjedhja, ke regjimi, ke... Këto janë temat reale, sepse këto zhvlerësojnë çdo debat tjetër. Të ta japun përgjigje, se është komunikim politik, nuk është strategji që nuk funksionon. Mire keti teorikisht, po nuk... Sa bilanci që dhe ju vetë flisni këtu. Zonja Mhelli, ka një element që me sa duket pjesa e Partisë Demokratike, cila do pjesës e Partisë Demokratike apo e opozitës, me sa duket po fillon të ndërtoj strategjin e humbjes, që merret me këngën dhe nuk shikon as pak atë çfarë është puna e përditshme e kandidatëve, për kandidatët, ja ta mbaroj tash. Çfarë bën kandidatët? Kandidatët çdo ditë bëjnë kënde fjale për post pjesës çfarë dalin në mediat kombëtare apo dhe lokale, ku diskutojnë me gjitha projektet konkrete, çfarë premtojnë për të vijuar, pra kush është programi i tyre, për 4 vjeçarin e ardhshëm, për pos faktit të një lloj llogaridhënie për çfarë sa mandate kanë qenë. Kjo gjë me sa duket nuk hyn në sy askujt, por e gjitha duan ta fokusojnë tek atë çfarë është një takim politik. Kur kryeministri del dhe flet për një takim politik, do flasi për atë që është qasja politike, për diferencën ndërmjet atyre që e kanë patur mundësinë dhe s'kanë bërë asgjë, dhe të gjithë punës që bëjmë ne si ekip së bashku për të vijuar në atë çfarë është pritshmëria e qytetarëve. Ndërkohë çdo kandidat për kryetar bashkie çdo ditë, dhe dua t'i bëj pyetje zotit Saliani, ku janë deputetët e Partisë Demokratike? Sepse deputetët me kandidatët, antarët e Këshillit, gjithë janë të angazhuar në terren, duke kontaktuar e duke takuar qytetar, duke diskutuar së bashku me kandidatët mbi çfarë është bërë dhe çfarë duhet bërë, ndërkohë Saliani në terren është nga andej vinte. Po zoti Saliani, po pyet sa të tjerë ka si vetja që janë në terren. Dhe kjo nuk është një çështje e Partisë Socialiste, as e kandidatëve të Partisë Socialiste. Po s'janë pra, nuk janë, dhe vinë këtu dhe flasin në emër të qytetarëve, ndërkohë që është fjalë shumë e madhe të flasësh në emër të të gjithëve. Unë besoj që deri te pjesa kur flet për pjesën kush je si alternativë, pra çfarë programi ke dhe si mund të ndërtosh një alternativë, mund të flasësh. Kur flet në emër të gjithë qytetarëve për si vendi është qeverisur, si mbështetet, si nuk mbështetet Partia Socialiste apo kryeministri Rama, është një fjalë pak e madhe. Ndërkohë në anën tjetër, besoj që e thash në fillim, ka pafundësisht projekte të cilat janë realizuar, janë realitet në bashkitë e vendit. Ne të gjithë ecim dhe kur dalim e shëtisim dhe pandemia na bëri të themi, na dha një mundësi që të shkonim dhe të shikonim pak pjesën edhe të Shqipërisë brenda se si ka ndryshuar, dhe thuash sot që s'është bërë asgjë, po me zoç po presin që të vijë alternativa Berisha Meta për të ndriçuar vendin, ndërkohë e patën mundësi në disa kandidatë, e patën mundësi në disa konsideroni këta, pse i shihni, pse e bëni pra gjithë fushatën kundër atyre? Billboardet janë vetëm Rama me Berishën dhe me diferenca politike do të bëhet. Diferenca politike do të bëhet. Diferenca politike. E di pse teknikisht ajo përgjigjen. Kur flitet për projektet, të gjithë kandidatët për kryetar bashkisë flasin mbi çfarë kanë realizuar, kur e kanë kandidim të vazhdueshëm, pra rikandidojnë, apo për ato çfarë është programi i tyre në rast se kam vetëm një fjali, pastaj mund të japësh fjalë në fund. Përgjigja ndaj pyetjes së unë besoj se është kjo.
edhe kjo besoj ka ndodhur më herët me Partinë Demokratike, çështja e udhëheqësve. Pra, nëse kryeministri po merret me dy udhëheqësit, i bie të paktën në leximin tim që Partia Socialiste gjykon që pika më e dobët e këtij grupimi politik janë udhëheqësit. Dhe kjo është për të vënë duart në kokë. Pikën më të dobët apo i druhet? Kjo është ajo që unë kuptoj pra, nëse ai po merret me këta, i bie që kjo është pika më e dobët, sepse e kupton, pra kjo është përgjigja. Dhe e njëjta gjë se kur i thoshin deri dje demokratëve që shiko se keni pikë të dobët kryetarin, thoshin jo, e kemi frymzuar se kemi evropian. Pastaj na doli që ai ishte i shitur te Rama, na doli që ai ishte Luli, se çfarë i thoshin ca gjëra kështu. Mirë po, dhe edhe këtë herë unë besoj që është e njëjta gjë. Pra, në momentin që partia dhe opozita në përgjithësi zgjidh problemin e leadershipit, atëherë mund të pretendojë të fillojë të frymzojë njerëzit. Po ti nuk mund të fshihesh pas shumicës brenda partisë, që nuk është shumicë qytetare, por shumicë brenda partisë që teknikisht e di çfarë është. Aftësia e zotit Berisha për t'i bërë 1, 2, 5, 15 deputet, ca në fillim, ca nga mbrapa, për t'i bërë për vete, dhe na doli shumica. Dhe unë besoj që politikanët nuk duhet ta ndjekin shumicën, por duhet shumica të ndjek ata. Duhet të frymëzojnë ata njerëzit dhe ti si politikan ke parime. Se s'mund të presësh të bëjnë politik njerëzit. Okej, po goditet pika e dobët. Se di se mos më thoni prapë që jam kështu diskriminues, është një kështu bish Selmani nënës tot populli. Këtë që e më parë, po. Cila është pyetja që ta vazhdoj pas kësaj? Këte i shant folklorizmat të i përdor tani, e merre vesh. Ka një gjë. Po godet Rama pikën e dobët, pra, Berishën edhe Metët. S'pari njerë ka një keq kuptim të madh në publik, të disa që mendojnë që kanë kështu të vërtetës, edhe vim vërdallë e thonë me kështu që kjo kështu ajo është. Si puna jote, se ti po flet një lloj tani, ku qëndron ndryshimi? Çka ke këto muhabete? Për fol merru me argumentin pse merresh. Po Ervin, ti tani unë po them mendimin tim, ti po thua tëndin. Kur e them unë, mendoj që kam të vërtetën. Ç'është ky muhabet çuka? Se çove në 3 vjeçar tani atë diskurin. Jo, po jeni në kopësht e u thash. Po çfarë? Shumë dobët të bushesh ky muhabet tani. Por edhe na po flet be Andi, thot mendimin e vet. Tani ku e kuptove ti që këtu po pretendohet se ka ekskluzivitet të vërtetë. Këtu ka një gjë. Nëse do të ishte shqetësim për partinë për kundërshtarin politik, që pika e dobët është X-i, ti e nxit kundërshtaren, që të jetë me pikën e dobët dhe s'merresh fare. Pra ti merresh me pikën e fortë, me atë që tremb, me zotin Alibej. Pra ai duhet dilte fushat Rama. Po se kundërta mo, ti merresh me pikën e dobët kundërshtarit, nuk merresh me pikën e fortë, çfarë kundërshtarit? S'ke që do fare se është pikë e dobët, shqyqysh që të ecin këta pikë. Jo, nuk funksionon ashtu komunikimi politik, o zotri. Ervin, nuk funksionon ashtu komunikimi politik. Në fushatat ti merresh me pikën e dobët të kundërshtarit, jo me pikën e fortë. Ç'është ky muhabet? Jo po dalit thot arritjet tuaja. Ç'është kjo diskutim? Nëse do të ishim në kushtet ku Partia Demokratike me këto problemet që tham, opozita me këto probleme, duam logjikën është opsionale, opozita me këto probleme që ka, Shqipëria me këto parajse që ka bërë qeveria, ekonomi të mirë, projekte të mëdha, zhvillimi, këta kanë bërë, e kanë ndritur e tjerë. Pse nuk e le kjo regjimi Partia Socialiste të regjistrohet si pas vullnetit të shumicës njerëzve, të regjistrohet si pas vullnetit të kryetarëve të koalicionit të partit, të ketë kohë televizive të barabartë, të kenë para në mënyrë të barabartë, të ketë numrus aty njësoj, të ketë komisionerë të opozita. Pse me ka këtë shqetësime Rama? Po ta lërë më që të diskreditohen. Nuk keni rikthejmë sa retorikë, se po edhe prapë do më japësh prapë. Tani unë kam këto për njerëzit bëj një mendim të ligjit në parlament, ku të lejosh që me listë dëshiras të regjistrohet kryetari i koalicionit. Partia Ramiste e Shqipërisë. Do të mbështesë me listë dëshirash. Drejtues këta çka. Në zgjedhjet e 14 majit nuk e ka shumicën e njerëzve. Prandaj bën këto marifete. Po s'ka diskutim fare më. Kjo është ndërtosh alibina humbjes. Në vitin 2019, kur ishin të vetëm kandidatët, pjesëmarrja nuk shkoi as 20%. Çfarë diskutojmë ne tani sikur këta i kanë mbështetjet e njerëzve, ka këtu demokraci, edhe këtu problemi është se çfarë thot ky se çfarë thot ai. E di pse jemi këto kushtet edhe po diskutojmë. Jemi në kushtet e një regjimi. Dhe kur është regjim, bien të gjitha barrierat, edhe ato që na ndajnë, siç është rasti im në Partinë Demokratike që mendojnë ndryshe nga një pjesë tjetër, sepse unë jam njeri i lirë, nuk jam ushtar që më japin në gjë edhe eci. Në kushtet kur ka regjim, bien dasit ideologjike,
bie ndarjet e tjera dhe bëhet gjithë bashkë që të rrëzohet regjimi dhe pasaj demokraci, hajde të themi, si e mendoj unë, si e mendon Bushati, si e mendon Erla, edhe si e mendon Juli. Edhe kjo është vërtet absolute. Nuk kemi në demokraci. Në demokraci funksionon që ke mendime dhe shkon edhe votohesh. Që kjo është vërtet absolute. I ndanë që gjitha, e kupton apo jo? I jedh këto tjerat, ndarjet edhe thua të rrëzojmë regjimin, të krijojmë kushte gara, të krijojmë kushte zgjedhjesh, të krijojmë kushte që vota të idhet edhe të numërohet aty ku duhet, që të ketë të gjithë instrumentet e kontrollit qeveri, mos i ketë qeveria të gjitha, të ketë të respektohet parimi check and balance, që gjykatat të jenë pavarura, që prokuroria të mos dëgjoj Subkonscienca po të dalë kanë gjë. Subkonscienca me fjalë të tjera. Subkonscienca. Ja ku i ke dyti, thënë taniun, ja ku i ke lapsi pikajnë, denoncimin e patronazhistëve, e to e të lapsi. Ja ku jam unë, 600 çështje ka pasur. Ti je që të dali kryeministri të sulmoj atë kryeprokurorin apo jo? Po të them një gjë. Ta sulmoj personalisht. Kryeministri duhet të themi, unë dakord jam. Të mos i fare. Unë besoj ajo check and balance që ti përfaqëson, është kryeministri që del edhe shan personalisht prokurorin e përgjithshëm. Ka që ta përfundoj pak. Ja ta përfundoj zoti Saliani se kemi ardhur në. Se shiko. Narrativat ndërtohen duke pas flasi Andi Bushati që s'përfaqëson në një shkuar politike, hajde mos mund të bëjmë si edhe në rastet që ta kuptojnë njerëzit, edhe në rastet kur ka një institucion si prokuroria, për ta thënë edhe me qenë se u pyeta, kur ka një institucion si prokuroria, si presidenti i Republikës në atë periudhë, si Shishi, KLSH-ja dhe institucionet tjera që përplaseshin me qeverinë, tregon që niveli i demokracisë është më i shëndetshëm. Dhe i vrasim njerëzit bulevard. Niveli politikës fantastik. I vrasim në bulevard. I vrasim në bulevard. Megjithatë, i vrasim bulevard. I vrasim në bulevard. Është më mirë që kanë bërë institucionet pavarura duhet të ketë përplasje me institucionet, po jo vasalë të njerëzit se kjo është ndarja e pushtetit. Për çfarë diskutim është kjo diskutim kopshti, patjetër kjo. Zoti Saliani thotë nuk e ka shumicën e Dirama ndaj. Argumenti më i fuqishëm i Salianit po ndërtojnë një bile humbjes. Ju keni një vit që nxirrni një sondazh ku tregon që Partia Socialiste bindshëm do të jetë fituese në këtë zgjedhje. Me kaq më mjafton. Ishte rënd në përqindje në sondazh. Nga 56 ka vajtur 54. Se një gjë më jashtë tjetër. E kemi të 54, ndërkohë që tani Partia Demokratike është rritur, ka vajtur diku te 30 ca %. Jo, kishte një rritje prej 10 pikësh, po gjithsesi. Fiton zoti Berisha në metën. Kjo është sondazh që kemi. Hajde kemi ne një sondazh, ne diskutojmë mbi sondazhin e PD-s. Jo, si janë tona të sondazhet. I ke të televiziona me që se flet për pjesën e pavarësisht së mediave. Televizionet opozitare janë në fakt. Se këtu pasaj hymë në një diskutim tjetër se Bushati ka nuk e di që tjetë televizion, përsa kohë zoti Bushati jeni këtu, nuk mendoj që Euronewsi është televizion që mbështet qeverinë. Po jo, jeni analist. Unë nuk besoj që një njeri edhe fjalë analizëve duhet të qërtani. Ju tha deri më tani që cënohet, çfarë transmetohet, cënohen emisionet, koha televizive, çdo gjë. Që mendoj fakti që ju jeni këtu tregon që ka demokraci. Minimalisht respektoni televizionin. Është i lirë. Ne besoj që është i lirë. Respektuam sondazhet, thanë që 70% e njerëzit kanë një problem. Thash edhe gjë, nuk orientohet, thash. Sondazhet kanë një problem. Që në një vend, prandaj thash atë shembullin e zgjedhjeve, ku merren mësuesit dhe kërcënohen, po stregove votën tënën mos hajde në punë, ju kujtoni se do i përgjigjet njeri sondazhuesve drejt? Kjo gjë do verifikohet, zoti Bushatin 14 maj. Kemi po deri në 14 maj. Përgjigjur tamam apo janë përgjigjur saktë. Gjithsesi, sondazhi tjetër argumenti presionit, pra argumenti fitimit të zgjedhjeve me presion si shotandi do ishte nëse sondazhet thonë të kundërtën dhe fiton tjetri. Atëherë po do dalë si fiton me presion. Dhe sondazhet ashtu si do nxjerrësh rezultatin. Ku e din ata që ta merrte sondazhuesin në telefon. Perfekt, ky në fakt për të bërë. Ne kam idenë që në këtë nivel të përgatitjes dhe të aftësisë që pas kemi si Parti Socialiste, besoj që do na kishin marrë të japnin modele dhe Shtetet e Bashkuara. Krimi është shumë i lehtë. Krimi nuk do shumë talent. Krimi është gjëja më e lehtë. Jo, zoti Bushati, nuk besoj se ka të bëjë me krimin. Me 4 shkollë ke banditët e gjithë Shqipërisë. Jo. Nuk
do inteligencë krimi. Inteligencë do demokracia. Se fyën qytetarët, fyën qytetarët, po thamë që krimi përcakton votën e tyre. Unë besoj që fyën qytetarët shqiptarë. Fyën i kap në Elbasan u kapë. Po fyën pra fyën. Po Elbasani kam iden që ishte i shoqëruar me kriminel dhe me bandat armatosura, jo Partia Socialiste, po ishte Partia Demokratike. Bandat e kishit ju që u kapët duke blerë votat dhe duke u marrë njerëzve certifikata me mbështetjen e prokurorit dhe të drejtorit përgjithshëm policisë. Aty u vra një person, tani nuk e ti se kush, të më thënë, partia tjetër... Kush po vite. Apo s'quat e? Jo, po them kush po vite. Ta kishe vrarë në një aktivist i Partisë Socialiste, do me ju thoni që është krim, dhe ndoshta me të drejtë, përdorimi nëse konstatohet, i të dhënave, pa tjetër, se qa, jo pa hajtë ja vendim gjukatër, apo t'ja eqim atë prezumimin e pafajsistë. Duhet 14 drejtësinë e pavarur. Hajtë japim dhe sa vjetë do t'i bëjmë edhe ashtë. Këtu do jemi dhe do shojmë pastaj sondazhet me realitetin. Ju falenderoj shumë që ishit sot me mua, Zoja Ngjyla Meti, faleminderit. Falenderoj, Zoti Sariani. Faleminderit, Bushat. Faleminderit, bashkë do takohemi sërish nesër në orën 21. Natën e mirë.